Shkëlqimi dhe rënia e flamurtarit. Dikur emri flamurtar dëgjohej kudo në botë, me një skuadër legjendash që ishte e vështirë t'imposhtje, aq sa emrat e tyre drithëruan Partizanin e Beogradit, Barcelonën dhe skuadra të tjera. Në rang kombëtar flamurtari rivalizonte fuqishëm me emrat më të njohur në futbollin shqiptar, duke pretenduar për çdo sezon edhe trofet kombëtare, ndërsa kombëtarja shqiptare kishte për herë në gjirinë e vet lojtar vlonjat, të dal nga Akademia e Futbollit në Vlorë. Ndërsa sot flamurtari ishin skuadër që nuk arrin dot të sjellë një kupë në Vlorë, teksa prej vitesh endet mes kategorisë superiore dhe kategorive më të ulta të futbollit shqiptar. Prej 12 vitesh, duke u justifikuar me pretendimin se po sillen lojtar me emër, trajner me emër, apo deri aty sa të bëhen binjakëzime me skuadra të fuqishme në treg. Sërish, drejtuesit e klubit flamurtari nuk po arrin dot të sjellin një fitore të madhe apo një kupë në shtëpi, siç do t'i kishte hije qytetit të Vlorës. Pas 5 vitesh, flamurtari mundi të siguronte rikthimin në Super League, por sërish duke vijuar në ujëra të turbullta dhe rrezikun për t'u rikthyer pas vetëm një viti një kategori më poshtë. Por pse ndodh kjo? A është e qëllimshme vallkatandisja e skuadrës flamurtari në këtë gjendje, sa të ketë pamundur të fitojë dhe një ndeshje qoftë me skuadrat më të dobta në vend? Teoritë flasin për qëllime të tjera, rënia në fund të kategorisë pse jo dhe zbritja e flamurtarit me qëllim privatizimin e klubit, një ide e përfolur prej vitesh. Por qytetarët vlonjar nuk duan t'ia dinë nëse flamurtari do të privatizohet, të jetë i bashkisë apo i kujt do tjetër. Tifozët e flamurtarit duan të ndjejnë krenarinë e kësaj skuadre, që ende mban emrat e Vasil Ruçit, Rapo Tahos, Sokol Kushtës, Kreshnik Çipit dhe legjendave të tjera të viteve 80, skuadra që i dha emrin dhe jehonën flamurtarit. Por sot ky emër po venite çdo ditë. Çdo ndeshje me humbje të njëpasnjëshme. Sot flamurtari rrezikon sërish që sezonin e ardhshëm të luajë një kategori më poshtë, me vetëm një sezon në elitë. E pra, qyteti po von prej vitesh mungesën e një skuadre që të krenon, e një skuadre që të bën krenar, e një skuadre që duket se do të vijojë të notojë në ujëra të turbullta. Vlora dhe sportdashësit kërkojnë ndryshim, rikthimin e ekipit në nivele të larta, aty ku ky emër dhe ky qytet e meriton.